ditën e sotme do të ndrojmë temë të informacionit, do të flasim pak për gjeopolitikën. Presidenti Serb Aleksandar Vučić dhe ai i Republika Srpska Milorad Dodik shprehen dëshirën për krijimin e një aleance apo pakti ushtarak me Hungarinë, ndërkohë shefja për politikë të jashtme BE-s Maria Kallas ka deklaruar se Republika Srpska po e minon rendin kushtetues të vendit dhe po kërcënon të drejtat themelore të qytetarëve. Në anën tjetër, Shqipëria pranon anijën luftarake libra nga Italia, se ka po shkon Ballkanit, cilat janë prapaskenat e këtyre lëvizjeve dhe a mund të njëjtat të sillin ndonjë luftë. Këtë e kuptojmë në bllokun e tretë, ku të ftuar në studio kemi mikun e emisionit tonë që na ka munguar për pak kohë, është ky Drizan Shala. Zotri Shala, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje për dhe përshikues të juaj. Faleminderit. Gjithashtu në një diskutim të tillë nuk mund të mungoj edhe miku tjetër i emisionit tonë, Zotri Nesho. Përshëndetje Zotri Nesho, faleminderit që jeni me ne. Kënaqësia ime, faleminderit. Si dhe nga Gjermania në lidhje direkte na lidhet miku tjetër, Zotri Lulzem Velio. Përshëndetje Zotri Velio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë në fakt po e nisim këtë diskutim me Drizanin duke bërë këtë paralele që natyrisht edhe Serbia ka bërë, krejt kjo u bë pas marrëveshjes trilaterale Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci, nisën me njëherë edhe qoftë edhe deklarimet publike të Vučićit që do bëjë një tjetër për ta kundërshtuar këtë që u bë mes shqiptarëve e kroatëve. Është deklarative apo edhe mund të ketë një rrezik brenda vetës? Qoftë rikthehemi në retrospektiv, e kemi potencuar që do të kemi ndryshim të 5 kufive, tani në kontekstin global që afekton edhe kontekstin e sigurisë rajonale, po edhe Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor, po kufiri politik, shtetëror, ekonomik, ushtarak edhe religios. Në mesin se jemi tani më të kufiri ushtarak, faktikisht aleanca trilaterale Kroaci apo Zagreb, Tiranë dhe Prishtinë, është një impakti drejt për drejt i një pozicionimi afat gjatë që i përket doktrinës amerikane brenda koncepteve të rrugës e ekuilibrit të sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropën Juglindore, sepse kjo marrëveshje trilaterale tani më ka impakt për te Ballkanin Perëndimor, duke marrë për bazë ndryshime dhe intensën brenda shteteve të cilët janë në hasmerin njëra me tjetën, andaj zgjedhin mundësinë të bashkohen karvanit të marrëveshjeve ushtarake, por ta thjeshtësuar këtë çështje që thash, është çështja si Bullgaria do të jetë pjesë përbërëse kësaj marrëveshje trilaterale, Kroaci, Shqipëri, Kosovë. Pra do bashkangjitet edhe Bullgaria? Bullgaria do të bashkangjitet, sipas gjitha gjasave do të kemi edhe një pozicionim të ri të Romanisë, që do të jetë pjesë përbërëse kësaj marrëveshje. A do të thotë se njeh Kosovën në këtë formë? Romania padyshim që me arritjen e kësaj marrëveshje, për arsye se marrëveshja tjetër ushtarake, Hungari, Serbi, e afekton drejt për drejt sigurinë e Romanisë dhe stabilitetin e asaj, me qenë se janë mbi 1.5 milion hungarë që jetojnë në Romani, prandaj tentativa e shkullës e Romanisë me këtë marrëveshje bilaterale Hungari, Serbi mund të minimizoj impaktin e sojnë brenda Komitetit Hungarisë që jeton në Romani. Pra çështja e ridefinimit... Pra do të ketë dy bloqe? Padyshim, Ballkani Perëndimor dhe Evropa Juglindore do të ndahen në dy bloqe. Marrëveshjes Hungari, Serbi do t'i bashkohet edhe Slovakia. Pra kjo dëshmon faktin që tani më bota ne kemi potencuar, elementet të ndryshme, faktorë të ndryshme, kanë determinu shumë procesin, disa të përshpejtuara, si marrëveshja trilaterale është e përshpejtuar. Por çfarë do thonë këto aleanca për aleancën e NATO-s? Ato detajat e dalë. Duke e kanë përshpejtuar disa marrëveshje tani më kanë mbetur në formësim me sipër, por një gjë është të di si NATO-ja tani më ka marrë një orientim dhe një destinacion të ri, që alianca do të mbetet si ombredh politike, e hartimit politikave të mbrojtjes, ndërsa përgjegjësia do t'i bartet vendeve anëtare në regionet e tyre, edhe për këtë gjë është bërë hapi i parë që Kosova mos mbetet në mëshirën e askujt, me se do të ketë ndryshim në konturat orientimit strategjik të NATO-s, atëherë është lejuar që të bashkohet Shqipërisë dhe Kroacisë për një marrëveshje të... A do të thotë kjo që në të ardhmen afërt vetëm trupat kroate dhe ato shqiptare do të operojnë brenda territorit Kosovës në qoftë se bazohemi në këtë marrëveshje? Po flasim për të ardhmen. Ne kemi kronë një marrëveshje tjetër, është marrëveshja në muajin nëntor të vitit kaluar ku Kosova, Maqedonia, Shqipëria kanë bërë marrëveshje me Turqinë në mënyrë individuale, sa përket çështjeve ushtarake. Pra,
çështja e pozicionimit Kosovës, ne mund të themi është sistemi neurologjik i zhvillimeve gjeopolitike. Dhe në këtë moment të pozicionimeve kam edhe këtë pyetje për ju para se ta shpërndajmë debatin, kush është aleati më i rëndësishëm për forcën e Kosovës? Shqipnia. Shqipnia, Tirana zyrtare. Për arsye që konceptet e ndryshme përcaktimi historik është i qartë që Shqipnia e ka për detyrë në bazë të direktivës së së mbrojtjes për kujdeset ta suportoj ushtrinë e Kosovës në rast se do të vijë deri te ai moment. E qartë, dhe do të kaloja pak tek zotri Nesho dhe do të diskutoja pikërisht për impaktin që mund ta ketë një marrëveshje e tillë dhe gjithashtu cili do të ishte roli i Turqisë në qoftë se na del Shqipëria si një forcë më e rëndësishme janë mbështetëse për momentin, çfarë impakti do të ketë Turqia në këtë pjesë? Dhe a hyn edhe ajo në mesin e aleatëve kryesor të mundshëm të sarmës, zotri Nesho? A regjia nëse ka mundësi? Po, zotri Nesho, tani më duket si u dëgjoj. Po, patjetër. Jemi përpara një situate që mund të jenë zhvillimet që kolegu i shpjegoi në mënyrë tepër të gjalla, që janë skenaret e të ardhmes, po unë mendoj që jemi akoma larg, për arsye se NATO-a vazhdon të ketë të gjithë funksionimin e saj politiko-ushtarak si një organizatë e cila ka rëndësinë e sigurimit të arkitekturës europiane dhe më gjerë. Prandaj ajo që u bë midis paktit midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës ishte një akt tepër i mirë, dua të them që nuk ishte një marrëveshje, ishte një akt i vullnetit mirë për të bashkëpunuar në fushën ushtarake. Sigurisht kishte kontekstin politik për të bashkëvepruar dhe për të bërë një kundërpërgjigje ndaj frymës nacionaliste dhe kërkesave gjithmonë në rritje të nacionalistëve serbë për të ajustuar dhe rregulluar hapësirat serbe. Domethënë, ne kemi një komponent të vetëm që është Serbia, bashkë me bishtat e saj, siç është Republika Srpska, të cilat kërkojnë të thyejnë atë paktin europian të vendosjes të shpërbërjes Jugosllavisë në bazë të disa normave ndërkombëtare, domethënë në shtetet funksionale, demokratike, të lira dhe multinacionale. Në kohën që u bë shpërbërja e Jugosllavisë, kemi parasysh që Amerika ishte fuqia më e vetme në botë dhe si e tillë nuk ishte frikë që fryma nacionaliste nga ndarjet etnike mund të shpërthente. Sot kemi një realitet tjetër, kemi deklaratat e Rusisë që nuk pranon Ballkanin që të jetë një zonë e angazhuar, sidomos kur shumica e vendeve të saj janë anëtare të NATO-s, dhe në këtë kuptim dihet që Serbia është elementi që ka transportuar tezën dhe doktrinën serbe të mbrojtjes së popullsisë ruse në hapësirat e ish-bashkimit sovjetik, kërkon që ta bëjë dhe ta realizojë në Ballkan. Dua të them edhe diçka tjetër, elementin përpara se të vim te Turqia, që me drejtë kolegu në studio e shpjegoi mirë, interesat e Hungarisë janë pragmatiste, dihet që Hungaria ka një komponent për cilën vetë politika hungareze e ndjen, që janë padrejësia e luftës së dytë botërore dhe ndarja e Transilvanisë me një popullsi të jashtëzakonshme, mbi 2 milionë ca banor në atë kohë, dhe janë lindur akoma ndjenjat që në qoftë se krijohet një precedent të cilën Rusia dhe Serbia kërkon të rikthejë dhe të bëjë historinë dhe vendimet e fuqive të mëdha për ngjarjet historike që janë zhvilluar në Ballkan, ky precedent në të ardhmen mund të përdoret edhe nga vende tjera. Prandaj, Hungaria është një element pragmatik në këtë lidhje, e përdor Vučići, ashtu siç përdor edhe lidhjet e tij për të treguar që nuk është i vetëm. Kemi parasysh që Vučići bëri vizitat e fundit duke takuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, 2 liderët e Europës së Bashkuar, por edhe ka thënë që do të bëjë një vizitë në Washington. Dhe në fund, duke përfunduar, dua të them që Turqia është
një fuqi tepër e rëndësishme për Ballkanin, sidomos në ekuilibrat që mund të prishen nga agresiviteti ose politikat revizioniste të Turqisë, të Rusisë edhe të Serbisë në rajon. Ajo e ka shprehur hapur që ka interesat e saj në Ballkan. Dihet që do të jetë një forcë që do të pengojë çdo lëvizje, qoftë kjo dhe ushtarake, për të rritur dhe rikthyer zonat e influencës serbe. Prandaj edhe elementët politik në Shqipëri dhe në Kosovë kanë bërë marrëveshje me Turqinë, duke quajtur si një aleat natyral në një moment të vështirë, sidomos në kohën e sotme, ku bota nga dita në ditë po bëhet më multipolare, me interesat të ndërthurura dhe kështu me radhë. E qartë, në fakt, më të drejtë krahasoni në këtë mënyrë, zotin Nesho, por duke ditur që sot nga këto që thatë ju dhe që janë thënë që tash e sa ditë, pra ne para vetës kemi një ndarje në dy bloqe, Drizan, dhe dy bloqe që sa pora i spjegove, Aleancat Ballkanike kush me kë bëhet, por dua të di nga te ku do të rreshtohen miqtanë, të zëm, por edhe Evropa, Amerika specifikisht, por edhe Turqia që nuk i ka lënë kur anash edhe interesat me Serbinë, në kuptimin që nuk e kam fshehur këtë, e ka bërë edhe në mënyrë të transparente. Sa përket Shtetit Bashkuar të Amerikës, mund të themi që do të mbetet një observer i zhvillimeve, por impakti duke parë për bazë zhvillimet që janë duke ndodhur dhe tani me potencialin një konfliktit më të hapur, më të drejt ekonomik, aty kufir ekonomik që potencova me Kinën, pra do të mbetet me një vështrim mbi zhvillimet, por impakti drejt për drejt në teren do të varet nga shtetet anëtare të këtij rajoni që do të ballafaqohen. Pra, çështjet janë interesante të pyesemi për një element krucial. Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut nuk i potencova për arsye është e qartë. Mehmet Zenka, politikan i Unionit Shqiptar Demokrat në Malin e Zi, para 2 ditë ka potencuar që elementi pro-serb, pro-ros, po tenton me çdo kusht ta shkëpus orientimin strategjik të Podgoricës në drejtim të shnjohjes së Republikës së Kosovës. Në anën tjetër kemi tensionin brenda... Kishim edhe tabelat e reja në Malin e Zi, ku Peja, qyteti 5, portretizoi me shen e Republikës së Kosovës. Kroni, kjo mund të jetë një element që nuk çon ndonjë korrektje, po jo, desha të pyes, a lidhen këto dyja me njëra tjetrën? Duhet kuptuar se çdo element i cili e përshkruan një mozaik të tërën, duhet merret përballë. Maqedoninë e Veriut, po të jap hapësirë dhe bashkëbisëduesve, e shohim një potencial të një konfliktit më të ashpërt mes komuniteteve. Konflikt mes komuniteteve. Mes Macedonëve dhe shqiptarëve në atë pjesë, dhe aleanca e mundshme, para se të kemi ndonjë zhvillim eventual në Maqedoninë e Veriut, të Bullgarisë me këtë treshën, kroate, shqiptare dhe të Kosovës, do e fuqizonte elementin shqiptar atje. Duke jashtu kësaj edhe faktin e njohjes së komunitetit bullgar, të cilin ka kërkuar ky komunitet brenda Maqedonisë, dhe pikërisht si do të ndryshojë realisht gjërat në teren, Drizan, edhe kjo pikë. Para se dalim tek zotri Veliu. Padyshim që njohja e komunitetit bullgar brenda konceptit kushtetues. Çfarë ndodh me demografinë e Maqedonisë? Do ndryshonte bukur shumë demografia dhe që komuniteti maqedon nuk do kishte me patër primatin. Do ta merrin shqiptarët automatikisht? Do të jetë ekuivalent, pra Maqedonët dhe shqiptarët, do të mos themi që shqiptarët do të jenë me ndonjë 5% e vendon mbi Maqedon, mbi popullatën aktual maqedonase, me se një pjesë shumë e madhe e popullatës maqedonase kanë dy shtetësinë dhe njohin veten më shumë si bullgar se si maqedon. Jo rastisht e ceku zotri Veliu, zotri Drizan, dhe do t'i kushtojmë një pjesë të veçantë pjesës së Malit të Zi. E pam një fotografi ku shihet qyteti Pes, tabela orientuese për Pejë, që proklamonte Pejën si qytet serb. Kjo edhe gjithashtu duke e ditur edhe atmosferën aktuale, si mendon ti, pse ndodh një gjë e tillë, po e përgatisin opinionin publik kështu me hapa të vegjël për një njohje të Kosovës Mali i Zi? Po, unë mendoj se periudhën e fundit përveç fronteve të hapura që tani më po shihen nga të gjitha anët,
është duke u punuar nga vendet të ndryshme e sidomos nga Rusia me investime shumë të mëdha në rajonin e Ballkanit, duke përfshirë këtu edhe Kosovën dhe Shqipërinë. Pra janë duke u bërë investime në prishjen e qetësisë dhe stabilitetit që po mbretëron në Ballkanin e Brisht. Është duke u bërë shumë punë e madhe në këtë drejtim. Mirë po, kur themi të Mali Zi, ne e dim shumë mirë se në Mal të Zi kemi një qeveri pro-sërbe apo tërësisht sërbe, nga një kryeministër sërb, i cili fillimisht kur mori detyrën e tij, ai premtoi se që raportet e Malit të Zi me Kosovën do të mbesin, do të qëndrojnë ato siç kanë qenë dhe nuk do të diskutohet çështja e mosnjohjes së Kosovës. Kjo e ka bërë qeverisja në Malin e Zi, e ka bërë që Mali Zi, por edhe në anën tjetër Maqedonia, sikur në qeverisje të kishte socialdemokratët të cilët humbën zgjedhjet e kaluara, unë jam mëse i sigurt se me kryeministër Abazovicin, por edhe me qeverinë socialdemokratike në Maqedoni, pjesë e aleancës Kosovë, Shqipëri, Kroaci, do të ishin edhe Mali Zi dhe Kroacia. Mirë po, në këtë rast ka bërë ndryshime politika. Një gjë të tillë apo ndryshime të tilla mendoj se të bëhen edhe në anën tjetër të marrëveshjes që është duke u diskutuar, që ende në fakt nuk është e arritur në mes të Serbisë dhe Hungarisë, por është duke u diskutuar. Po unë e them se do të kemi ndryshime të mëdha edhe në atë pjesë, sidomos me zgjedhjet e ardhshme kur do bëhen në Hungari, pasi kemi ndryshim të raporteve në mes të pozitës dhe opozitës, dhe tani në Hungari kemi një opozitë të jetë fuqishme që pritet që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të rrëzojnë Obanin. Pra po pritet që të kemi ndryshim dhe me ndryshimin e qeverisë në Hungari, atëherë do të kemi edhe ndryshim të politikave hungarese, të cilat do të koordinohen me Bashkimin Evropian, dhe pastaj problematikat e tilla do të jenë shumë të vogël, pasi nuk do të kemi në mes të Bashkimit Evropian një vend i cili është i koordinuar me Rusin dhe me vendet jo mike të Evropës. E qartë, Veliu. Dua dhe njerë këthem të Kënesho, sepse në qarqe politike, analitike, natyrisht jo të konfirmuara, është diskutuar, Kënesho, dhe mundësia që brenda aleancës së NATO pra të ketë një aleancë të krishter. Mund të flasim për diçka të tillë, duke parë të lëvizje të marrëveshjeve trilaterale e bilaterale? Jo, nuk mendoj që tjetë e tillë, për arsye se në thelb marrëveshja e vendeve të Atlantikut Veriut është një marrëveshje politike që lidhet me pikësynimin e mbrojtjes të interesave të perëndimit, sidomos në aksin Atlantik. Kjo është e para. E dyta, dua të them diçka që nuk është ndarë akoma në bloqe Ballkanit, sepse ndarja e Ballkanit në këto bloqe të cilat ne kërkojmë që të bëjmë arsyetimin sot, do të thotë një luftë e hapur. Akoma jemi në funksionimin e institucioneve euroatlantike të Bashkimit Evropian, prandaj ka një moment që Bashkimi Evropian kërkon që me frymë gjeopolitike, domethënë me konceptet e reja, të integroj sa më shpejt të gjithë këtë zonë, ku përfshihet edhe Serbia, e cila pretendon pavarësisht me politikat e saj të dy karigeve, po kërkon që të përfitoj sa më shumë nga Bashkimi Evropian. Domethënë nuk jemi në prag të një lufte, nuk jemi në prag të shpërbërjes së institucioneve, por duhet mendojmë që këto janë forma të presionit, të angazhimit të vendeve për të bërë ato ajustimet e rastit për t'ju kundërvënë presioneve të hapura që politikat nacionaliste në Ballkan, si është Serbia ose Republika Srpska, të ndalen. Nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishme është që duke patur një situatë tepër të rëndë në Serbi, Vučići mund të provokoj me daljen e një armiku të jashtëm. Edhe kjo është ajo që është kryesorja për të cilën si Bashkimi Evropian, ashtu edhe NATO,
po përpiqen me kujdes që të zhdukin të gjitha konfliktet e mundshme që mund të bëjnë nxitjen dhe rritjen e një konflikti në Ballkanin Perëndimor. Prandaj, kjo ishte ajo që parapriu vizitën e sekretarit përgjithshëm të NATO-s në Kosovë, ashtu siç janë edhe politikat e tjera. Pra, duke përfunduar dua të them, nuk ka marrëveshje, as Kroaci-Shqipëri ka një shprehje të vullnetit, të bashkëpunimit, është një detyrë e Europës sot që të riarmatoset përpara rrezikut të fuqive jo europiane revizioniste, dhe në këtë kuadër nuk është bërë asnjë lëvizje. Përkundrazi, Vučići në 1 prill, bashkë me Orbanin edhe me Dodik, kanë firmosur planin e tyre ushtarak. Domethënë është një bashkëpunim më i avancuar. Pra, bashkëpunim më i avancuar është ai në mes të Orbanit, Vučićit dhe Dodik. Pa diskutim. Edhe akoma nuk flitet për projekte që mund të futen vendet të tjera si Rumania, Bullgaria ose tjera, sepse janë antarë si të Bashkimit Evropian, ashtu dhe të NATO-s. Domethënë, mund të vinë lëvizje të tilla nëse të dy organet kryesore si Bashkimi Evropian, ashtu dhe NATO-a pësojnë transformime të qëndrueshme, të cilat e bëjnë të pamundur rolin e tyre të deri tanish. E qartë, zotëri Nesho, ishte shumë kënaqësi ju kemi në Kosova Today. Faleminderit shumë për të gjitha informacionet. Faleminderit shumë. Mirë, në fakt për të njëjtën pyetje, një aleancë e krishterë brenda NATO-s, Drizan? Është problematike të ndodhë për arsye të konceptit aktual, por nuk është e pamundur të ndodhë. Nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet mundin e të arme. Dhe ne si do të mund të ishim pjesa ati konstelacionet është? Kjo është një hipotetike, duhet të marrën shumë faktor të ndryshëm relevant në kuadër të koncepteve, pozicionime, por duke parë për bazë zhvillimin në linjën e mesme, Izraeli është pjesë e partneritetit përpasje me NATO-n, ka marrëdhënie bilaterale me NATO-n, me Shtetet Bashkuara të Amerikës në aspektin ushtarak. Turqia është antare e NATO-s, respektivisht për të dinë për që antare e Bashkimit Evropian. I mban kontaktet ekonomike me Izraelin me... Nxitën një konfliktit të mundshëm në Siri tani me të hyrjes së trupave turke brenda sistemit Sirisë. Dhe nëse NATO janë ndahet në baza fetare, Kosova do të ishte me Turqinë? Kosova do duhet të ishte në konceptin aktual, të cilën tani më është i bazuar në marrëveshjen trilaterale Kroaci-Shqipëri-Kosovë. Të dyja të bashkë. Okej, mirë, Lule, si e shet të ardhmën në këtë drejtim, nëse mund të ndodhë një gjë e tillë? Jo, unë mendoj pak më ndryshe dhe nuk e besoj që do të kemi aleancat të tilla, pra nuk bëhet fjalë për një aleancë katolike apo të krishterë apo çfarë do të qoftë ajo, duke pasur për bazë të gjitha vendet, jo të gjitha vendet, por të gjitha vendet e zhvilluara, apo themi, pak më drejt, së pari janë të njohura si vende laike përkundër besimeve të tyre të ndryshme. Andaj edhe aleancat e tilla nuk e besoj se do të kemi ndërtimin e një aleancë. Por në aspektin praktik të shkrihen në atë formë, se deklarativisht natyrisht që është e pamundur. Unë i qëndroj asaj se një gjë e tillë është e pamundur dhe nuk e besoj që do të kemi një aleancë qoftë të krishterë apo qoftë edhe muslimane. Por mendoj se ndryshime të mëdha çfarë po fliten dhe po i diskutojmë kohëve të fundit nuk do të bëhen për një kohë të shkurtër, edhe në qoftë se do bëhen ndonjëherë. Besoj që gjërat e tilla do të ndryshojnë me ndryshimin e politikave të vendeve të ndryshme. Siç e thash atë më herët me rastin e Hungarisë, një gjë e tillë shumë shpejt do të mund të ndryshoj edhe me kalimin e mandatit të presidentit amerikan Trump. Mirë, faleminderit veri shumë që ishit sot në Kosova Today. Kënaqësi të keshe. Faleminderit, kënaqësia është ime. Faleminderit shumë edhe Drizan Shalës, do të presim prapë në një tjetër diskutim. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë mes këtu edhe ndajemi nga ky blok në vazhdim nga gjeopolitika, do të bartemi e do të flasim për shtëpinë më të famshme në vend. Aludimet thonë se gjesti nuk e